Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në Blu Televizion, ku do të ndjekim së bashku zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Për bizneset e turizmit në Vlorë, Shqipëria ndodhet në një moment të rëndësishëm për sa i përket tregu turistik ndërkombëtar. Kjo ka qenë edhe kryefjala e takimit që kanë marrë pjesë operatorë të sektorit të turizmit në qytetin e Vlorës, të cilët kanë apeluar që ky trend pozitiv i viteve të fundit të mos dëmtohet. Operatorët të sektorit të turizmit në Vlorë janë mbledhur në një takim të shqetësuar se protestat në Tiranë mund të përdoren si antireklam për sezonin turistik veror, për të cilin sipas tyre kanë punuar një vit të tërë. Në takim ata diskutuan për ecurinë e sezonit, pasi sipas tyre gjatë gjithë këtyre ditëve janë shtuar telefonatat dhe mesazhet nga klientë të shumtë, të cilët kërkojnë informacione mbi situatën. Shqetësimi im në fakt lidhet me disa telefonata dhe mesazhe që kemi marrë nga njerëz, nga klientët tanë që kanë bërë rezervimet pranë strukturave tona, të cilët pyesin me shqetësim se si është situata aktuale në Shqipëri. Jemi munduar të shfaqim qetësinë dhe të shpjegojmë se situata është shumë paqësore. Jeta vazhdon normalisht, bizneset operojnë normalisht, hotelet janë gati plot me turist, plazhet po popullohen, por patjetër perceptimi që ata kanë ndaj kësaj situate, ndaj ato që lexojnë nëpër mediat e huaja, nuk është një perceptim i mirë dhe nuk është diçka që ne na bën mirë në këtë moment. Unë jam tur operator i vjetër, që nga viti 96, transferimi që ka të çuar Vlora është e një shkallë të pakrahasueshme, edhe me vetë planet sikur ti kishim bërë vetë, nuk do ta bënim kështu. Kjo situatë që jemi tashti duhet i paraprim. Akoma nuk kemi pësuar dëme kolaterale të mëdha, por duhet t'i paraprim me punën tonë, me gjithë imagjinatën tonë, për të mos arritur në diçka tjetër. Ai investitor që do të investoj në Vlorë, ai fillimisht e dashuron Vlorën, ai fillimisht e do vendin se është miqësor dhe kjo është baza. Normalisht kemi pas sfida, siç e din të gjithë me biznesin, duke filluar nga infrastruktura, duke filluar një periudhë ujë, duke filluar nga edukimi që ne duhet të kishim për të bashkëpunuar me njëri tjetrin. Menduam se erdhi koha që ne e krijuam këtë kulturë dhe ishim gati që të ftonim gjithë të huajt që të vizitonin qytetin e Vlorës. Problemi është që është një luftë e madhe për ta mbajtur këtë gjë. Dhe kjo luftë e madhe nuk bëhet duke dalë me pankarta dhe duke thënë që Vlora është vendi i konfliktit apo nisjes së një konflikti. Kjo luftë bëhet duke treguar punën tonë dhe kjo luftë bëhet duke u bashkuar të gjithë dhe të themi turistëve që Vlora është mikpritse. Nuk jam kundra zhvillimit të këtyre projekteve sepse ka disa avantazhe për të gjithë. Edhe për një hotel të vogël është avantazh, sepse ardhja e projekteve të tilla ngren dhe zhvillon destinacionin. Duke zhvilluar destinacioni, zhvillohen më shumë infrastrukturë, zhvillohen më shumë vende pune. Neve kemi mundësinë që të mësojmë. Të gjithë këto brende kur vinë në fillim vërtet sjellin menaxher të huaj, por gjithmonë këta trajnojnë stafin vendas. Kjo është ndëmin e gjithë qytetarëve të Vlorës dhe gjithë të punësuar në bizneset tona turistike. Çdo vend të botës bëjnë greva, por gjithmonë mbas sezonit turistik. Ju lutem të gjithë qytetarët na mirëkuptojnë të gjithë bizneseve, ta mbyllim këtë sezon turistik që bëjmë vite që mundohemi të arrim në këtë pikë që jemi sot. Jemi pro dhe me një pro të madhe, sepse fal këtyre zhvillimeve, fal këtyre investimeve, personalisht biznesi im është i kthyer një atraksion turistik për turizmin nga orët e para të mëngjesit deri po në orët e para të mëngjesit të ditës së nesërme. Ndaj le të mos merremi me fjalë, le të mos merremi me protesta, sepse Vlora nuk ka kohë për protesta, Vlora ka kohë për punë dhe të gjithë së bashku le të punojmë për një Vlorë më moderne, më mikpritse dhe më konkurruese në rajon. Demonstrata do ketë, patjetër që do ketë, sepse janë njerëzit janë të lirë, do demonstrojnë, por si vlonjat nuk më vjen hiç mirë të gjoj nga ata atje në demonstrat që do të rëmbejnë njerëz zvarr, do të varin njerëz në litar, e lloj shprehjesh të tjera, e kur i kemi ne këto shqetësime të mendojmë për ata të huajt se çfarë mund të thonë ata të huajt për vendin tonë, për Shqipërinë. Edhe nëse kanë ndarë mendjen, siç e kanë ndarë mendjen e kanë bërë pronotinë dhe para 6 muajsh apo 7 muajsh, që kur është mbyllur sezoni, tani kanë filluar të tërhiqen mbrapsht. Se në një vend të tillë me shqetësime të tilla nuk mundet që të vinë.
Çfarë po ndodh sot me ndërtimin në Vlorë? Ne kemi një fat shumë të madh sepse jemi në një situatë sapo kemi filluar të importojmë arkitekturë moderne të cilët në mënyrë private ne investitorët që ndërtojmë, po aplikojmë këtë në të gjitha këto kantiere ndërtimi që ju shikoni rreth e rrotull. Kjo do të sjellë padyshim një zhvillim shumë të madh, edhe një turizëm arkitekturor shumë të madh në Vlorë, përveç se turizmit bregdetar, malor e tjera me radhë. Klima është shumë e rëndësishme, besimi që ne duhet kemi, që ne do të ecim para dhe këtë qytet do ta bëjmë shumë të zhvilluar dhe një nga më të mirët këtu në Mesdhe, sepse kemi mundësinë që po fillojmë në një moment kur gjërat janë më të avancuara, ku gjërat janë më smart dhe ne mund të ndërtojmë shumë herë më bukur dhe më mirë se fqinjët tanë, cilët i kanë bërë këto investime 30 apo 40 vjet më përpara. Sot Vlora është kthyer në destinacion. Është kthyer vëmendje të bizneseve ndërkombëtare, të niveleve konkurruese globale që t'i bëjnë investimet këtu në qytetin tonë të dashur. Të gjë kaq të mirë që është duke u bërë, ne t'i themi një po të madhe. Me këto zhvillimet e fundit duhet të jemi të mirë orientuar, që të kuptojmë që nesër mos të jetë vonë. Së bashku ne të gjithë operatorët turistik duhet që të kuptojmë situatën. Pranvera filloi shumë mirë, tash ka të mësuar një rënje të hajde marrim vesh ashin nga puna vjen. Po, inshallah nuk zgjat shumë kjo lloj situate. Kemi pasur goxha anullime të rezervimeve, telefoni nuk bie më vetëm për të pyetur për data të lira, apo pyesin vetëm për sigurinë. A ka siguri Vlora, a ka siguri Zvërneci? Vasil Bedina, i kreu i operatorëve të Jugut, tha se vlerëson dhe respekton zhvillimin e protestave, por ato duhet jenë të koordinuara në kohë që të mos cënohet sezoni veror. Në këtë pikë sezonin që sapo kemi filluar, ishim mirë në sezonin e ulët, ashtu siç e kemi diskutuar të gjithë bashkë, kemi pasur një rritje dhe kemi bërë më të mirën e mundshme që kjo rritje të jetë graduale, pothuajse vit me vit. Pra është puna e gjithë secilit prej nesh, që Vlora është atje ku është sot. Jemi përmirësuar në sektorin e shërbimit, sektorin e akomodimit, në sektorin e bashkëpunimit me operatorë të huaj, por ne do të përqendrohemi te puna jon, promovimi i Vlorës, te rritja e shërbimit, te cilësisë së shërbimit. Vlora tashmë, ashtu siç e kemi thënë, nuk ka një të ardhme tjetër. Ka vetëm një të ardhme turistike, një destinacion turistik. Duhet të kemi dhe ato që po fliten në ditët e fundit që nuk duhet të ketë zhvillim. Jo, duhet të ketë zhvillim. Dhe nëse do duam që Vlora të jetë një qytet elitar, ashtu siç e kemi folur gjatë gjithë kohës bashkarisht, patjetër që na duhen dhe investime elitare. Patjetër që na duhen dhe brende. Patjetër duhet që të njihemi në gjithë botën që ky vend e filloi nga zerua dhe ka shkuar diku, dhe të shkoj akoma më lart. Të vazhdojmë ta promovojmë Vlorën, të vazhdojmë të konkurrojmë, të vazhdojmë të mbështesim të gjithë ata që duan të investojnë në Vlorë, patjetër duke u përshtatur gjitha standardeve, se mi vjen vitin 2026 që nga ne të parët çdo ndërtim që e bëjmë me disa parametra, e bëjmë me disa kushte për të ruajtur natyrën, për të ruajtur mjedisin dhe për të ruajtur gjithçka që na ka falë ky vend. Le t'i hapim rrugë investimeve, si të vijë banka që patjetër është e mirëpritur në Vlorë, po dhe kushdo tjetër që shikon që Vlora është një vend për të investuar, nga ana jonë si vlonjat është i mirëpritur. Sipas Bedinaj, në shumë struktura hotelerike ka nisur anullimi i shumë rezervimeve nga të huajt. Duhet të vazhdojmë pa marrë në konsiderat se çfarë po ndodh, ashtu siç ndodh gjithmonë me Vlorën, që na marrin si files të diçkaje. Në rast se në Tiranë duan të protestojnë, le të protestojnë, është e drejtë e tyre. Ne do të vazhdojmë të bëjmë promovimin e këtij qyteti, duhet të vazhdojmë ta promovojmë çdo ditë, me konkurrencë patjetër, se konkurenca siç e dinë të gjithë është shumë e gjerë. Nga ajo që kemi përmirësuar, ka filluar dhe konkurenca egër, ashtu siç kemi parë kohët e fundit, portale nga të gjithë fqinjët tanë, të cilët deri para disa vitesh nuk na merrnin konsiderat, por unë personalisht jam kënaqur që flitet për ne, jashtë kufive të Shqipërisë, flitet për një qytet turistik, flitet për një vend turistik, dhe kjo më bën të besoj që ne kemi arritur diçka dhe kemi hyrë në mendjen e tyre, që nga viti në vit besoj se do t'ju hapim shumë punë. Bedina i thekson se operatorët e turizmit janë pro zhvillimit dhe pro investimeve për një turizëm elitar, ndërsa për bizneset e turizmit në Vlorë, Shqipëria ndodhet në një moment të rëndësishëm sa i takon tregut turistik ndërkombëtar dhe apelojnë që ky trend pozitiv i viteve të fundit të mos dëmtohet.
Diskutimet e fundit mbi projektin e parashikuar në Zvërnec kanë sjellë reagime të ndryshme nga qytetarët e Vlorës. Shumë qytetarë shprehen se projekte të tilla përbëjnë një mundësi zhvillimi për qytetin, ndërsa të tjerë theksojnë se duhet të informohen dhe të njihen më mirë me detajet e projektit, si dhe ndikimin që mund të ketë ai në këtë zonë. Diskutimet e fundit mbi projektin e parashikuar në Zvërnec kanë sjellë reagime të ndryshme edhe nga qytetarët e Vlorës. Në intervistat e tyre, shumë qytetarë shprehen se projektet e tilla përbëjnë një mundësi të mirë zhvillimi për qytetin, ndërsa të tjerë theksojnë se duhet të informohen dhe të njihen më mirë me detajet e projektit dhe ndikimin që ai mund të ketë. Megjithatë, në përgjithësi qytetarët e Vlorës e konsiderojnë këtë projekt si mundësi më shumë për zhvillimin ekonomik dhe turistik të Vlorës. Shumë të bukur. Unë jam ndërtues. Si e shikon projektin në Zvërnec? Si ata që janë bërë dhe si ata që do bëhen në tashme. Mendoni që të sjellë zhvillim Vlorës? Dhe Shqipërisë, pse jo? Po ju keni drejtën tuaj për pyetjen që bëni, për një problem është që ne si popull s'dim asgjë se çfarë bëhet. Është normale që sikur të jetë për zhvillim mirë do jetë. Po për çfarë përfitet nuk e dim. Tu s'është afishuar një gjë këtu, afishim me bën plot, por kjo s'është afishuar gjë, është një projekt. Megjithatë, mund të themi që projekte të tilla të mëdha janë të rëndësishme për zhvillim. Të rëndësishme janë, shumë të rëndësishme. Vlora ka marrë zhvillim apo jo? Normal e ka marrë zhvillim, nuk se s'dorim në 1900 akoma ka ecur para, po kjo përse krijohet ky problem nuk e kupton dot diçka ti popull. Ka edhe pluse, ka edhe minuse. Mendoj se pluse zhvillim. Po, mendoj do ketë vende pune, etj. Minusi që do kthesh çdo gjë private, s'do lejnë shqiptarët do të kalojnë atë territor, domethënë. Në fakt që në fakt të sjell vende pune, mendoj që do ketë dhe zhvillim të zonës por të Vlorës, pse jo? Mund të ketë, duhet të ketë. Unë mendoj, unë kam luajtur futboll të Zvërnec. Po te plazhet të lezetesh. Vendi mirë kanë zgjedhur ata. Mendojnë që projekti duhet i mirë për zhvillim? Si thua? Ata kanë thënë që 4 bilione do investojnë. 4 bilione nëse do jetë mirë. Çfarë zhvillimi do të sjellë si pasojë? Zhvillimi do vinë miliarderë në Vlorë, do jetë qytet miliarderëve Vlora. Ditët e fundit, debatet mbi projektet e parashikuara për zhvillimin e zonës përfshirë dhe Zvërnecit kanë ngjallur interes dhe diskutime të shumta. Edhe vetë qytetarët e Vlorës kanë dhënë mendimet e tyre lidhur me këto iniciativa, duke vlerësuar se përfitimet e mundshme ashtu edhe përvojën për më shumë informacion në zbatimin e tyre. 3 milion euro është vlera e investimit për ndërtimin e portit të ri të Vlorës, projekti konsideruar ndër më të rëndësishmit për zhvillimin e infrastrukturës portuale dhe ekonomike të qytetit. Ndërkohë punimet në teren vijojnë për përgatitjen e infrastrukturës së nevojshme në funksionin e fazave të mëtejshme të projektit. Vijojnë punimet për ndërtimin e portit të ri në zonën e Triportit në Zvërnec. Aktualisht është bërë rrethimi i kantierit ku do ndërtohet edhe moli i ri i cili do të shërbej për ankorimin e trageteve, por edhe mjeteve të tjera lundruese, kryesisht atyre të mallrave. Ky cilësohet një nga investimet më të rëndësishme në qytetin e Vlorës, pikërisht ndërtimi i portit të ri i cili do të zgjerohet së bashku me portin e anijeve të peshkimit i cili ndodhet pikërisht në këtë vend. 43 milion euro është vlera e investimit për ndërtimin e portit të ri të Vlorës, një projekt i konsideruar ndër më të rëndësishmit për zhvillimin e infrastrukturës portuale dhe ekonomike të qytetit. Punimet në teren janë intensifikuar ndjeshëm gjatë javëve të fundit, ndërsa është realizuar dhe rrethimi i kantierit ku do të ndërtohet porti i ri. Në zonë vijon puna për përgatitjen e infrastrukturës së nevojshme në funksion të fazave të mëtejshme të projektit. Porti i ri i Vlorës do të shërbejë për ankorimin e trageteve, mjeteve të tjera lundruese si dhe anijeve të transportit të mallrave, duke krijuar kushte më moderne dhe më efikase për përpunimin e flukseve detare. Ky investim pritet të rrisë kapacitetet portuale të qytetit, duke përmirësuar shërbimet për transportin e pasagjerëve dhe mallrave. Autoritetet e kanë cilësuar këtë projekt si një investim strategjik, i cili do të ndikojë drejt për drejt në zhvillimin ekonomik të Vlorës, në rritjen e aktivitetit tregtar dhe krijimin e mundësive të reja për bizneset që operojnë në sektorin detar. Punimet për ndërtimin e portit kanë nisur prej kohësh dhe po vijojnë sipas fazave të parashikuara, ndërsa përfundimi i tij pritet të japë qytetit një infrastrukturë moderne portuale në përputhje me standardet bashkëkohore të transportit dhe logjistikës detare.
Vlora mund të jetë qyteti vetëm ku projektet infrastrukturore nga më të thjeshta dhe deri tek veprat madhore kërkojnë vite për të realizuar. Një shembull i qartë për projekte që zgjasin ndër vite dhe nuk ka asnjë kontroll për këto të fundit është rehabilitimi i vazhdimit të shitritores së Lungomare 2-shit. Vlora mund të jetë qyteti vetëm në vend ku projektet infrastrukturore, duke filluar nga ato më të thjeshta deri tek veprat madhore, kërkojnë vite për të realizuar. Shembulli i qartë për projektet që zgjasin me vite dhe ku nuk ka asnjë kontroll për këto të fundit është rehabilitimi i vazhdimit të shëtitores Bregdetare 2. Bëhet fjalë për një pjesë rreth 500 metra të shëtitores, e cila ndër vite ka shkaktuar përplasje për faktin se kujt firme i takon ta rehabilitoj. I takon të firmës që rehabilitoi Lungomare 2 dhe është larguar nga Vlora, apo firmës 2T e cila po ndërton Lungomare 3. Pikërisht firma 2T, pas një ndërprerje më tepër se 2 vjeçare, ka nisur punimet në zonë për realizimin e këtij projekti. Por ritmet e punës deri më tani nuk janë as pak premtuese. Jemi në shëtitoren apo vazhdimin e shëtitores Lungomare 2, aty ku për thuajse 500 metër vazhdim të shëtitores dhe rehabilitim të kësaj të fundit të duen vite. Hapësira pas shpinës time po punohet, por gjatë gjithë kohës me ritme tepër të ngadalta dhe një pjesë të ditëve sigurisht që pushim. Duke bërë që kjo hapësirë nga pjesa ku është skrepi momentalisht deri ku ndodhem, pothuajse rreth 500 metra, të vazhdojë dhe të jetë një gangrenë e vërtet për të gjithë ata të cilët vizitojnë Vlorën. Për një projekt që ka pasur afat realizimi 3 muaj deri më tani janë dashur mbi 1 vit nga nisja e punimeve dhe sërish puna nuk ka përfunduar. Në zonë është realizuar 80% e projektit, ndërsa punimet avancojnë çdo ditë nga pak. Ka edhe ditë si kjo është tunë që në vend që të punojë për ta përfunduar këtë projekt, është lënë një tjetër ditë pushimi. Një projekt ky që po realizohet vetëm me anën e punojësve dhe një skrepi në zonë, i cili më shumë qëndron i fikur duke u kthyer në një skrep muze sesa një skrep pune. Policia e Vlorës ka goditur 3 raste të armbajtjes pa leje dhe shpërndarjes së lëndëve narkotike në qytet dhe në zonat bregdetare, duke arrestuar 2 persona dhe sekuestruar armë, municion luftarak, si dhe sasi droge të dyshuara për shitje. Policia e Vlorës ka goditur 3 raste të armbajtjes pa leje dhe shpërndarjes së lëndëve narkotike në qytet dhe në zonat bregdetare, duke arrestuar 2 persona dhe sekuestruar armë, municion luftarak dhe sasi droge të dyshuara për shitje. Operacioni sipas policisë është zhvilluar nga specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve në bashkëpunim me forcën e posaçme operacionale në kuadër të masave të shtuara për garantimin e rendit dhe sigurisë gjatë sezonit turistik. Në pranga ka rënë një 33 vjeçar banues në Vlorë, i cili rezulton me precedent penal në fushën e narkotikëve. Gjatë kontrollit ushtruar në automjetin dhe banesën e tij, policia ka gjetur dhe sekuestruar një armë zjarri pistolet, një krëhër arme, 44 fishek luftarak të kalibrave të ndryshëm, si dhe një sasi lënde të dyshuar narkotike kokain të ndarë në doza e dyshuar si e përgatitur për shitje. Po ashtu është arrestuar dhe një 18 vjeçar banues në Vlorë, i cili u kap në dërmi me sasi të lëndëve narkotike kokain dhe kanabis sativa. Sipas hetimeve paraprake, i riu dyshohet se i posedonte këto lëndë me qëllim shpërndarjen e tyre në zonën bregdetare dhe në qytetin e Vlorës. Policia bën me dije se kontrollet dhe verifikimet vijojnë në të gjithë territorin e qarkut me fokus goditjen e veprimtarive të paligjshme gjatë sezonit veror. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprime të mëtejshme. Një aksident rrugor është regjistruar mëngjesin e kësaj të shtune në aksin kombëtar pranë fshatit Vasjar në Tepelen. Një aksident janë përfshirë 3 automjete, përprasja ka shkaktuar panik te drejtuesit e mjeteve dhe pasagjerët, ndërsa fatmirësisht nuk raportohet për viktima. Një aksident rrugor është regjistruar mëngjesin e kësaj të shtune në aksin kombëtar pranë fshatit Vasjar të Tepelenës. Sipas informacioneve paraprake, në aksident janë përfshirë 3 automjete që po lëviznin në këtë segment rrugor. Përplasja ka shkaktuar momente paniku te drejtuesit e mjeteve dhe pasagjerët, ndërsa fatmirësisht nuk raportohet për persona të dëmtuar apo për viktima. Megjithatë, si pasojë e aksidentit, disa persona kanë mbetur të lënduar lehtë dhe kanë marrë ndihmën e nevojshme mjekësore menjëherë pas aksidentit. Në vendngjarje ndërkohë kanë mbritur edhe shërbimet e policisë, por dhe ekipet e emergjencës, të cilat po punojnë për normalizimin e qarkullimit, por edhe zbardhjen e plotë të aksidentit.
Të nderuar shikues, kjo ishte dhe gjithçka e përgatitur për edicionin informativ. Bashkë miru takofshim.